Sërish për të zbuluar të vërtetën se ku ka shkuar e mnjitura Bleona Mata. A i kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal të cilët e kanë rrëmbyer për qëllime trafikimi, për qëllime të qenieve, trafikimit të qenieve njerëzore, shfrytëzimit seksual apo shfrytëzimit ekonomik, apo qoftë edhe një birësimi nga ndonjë familje e cila nuk ka pasur mundësi, qëllim trafikimi organesh dhe një sër hipotezash të tjera, të cilat organi akuzës kompetent i cili e ka hetuar të çështje nga viti 2010 duhet i ketë ngritur. Megjithatë, ngelet për të parë gjithë dinamika se si kanë zhvilluar këto ngjarje, çfarë kanë bërë personat të cilët janë të lidhur ngushtë apo kanë qenë të lidhur ngushtë me të miturën Bleona Mata. Kjo është një çështje që duhet rihapur edhe për faktin që nëna nuk ka rreshtur asnjëherë për ta kërkuar bijën e vet, pra ka shkuar gjithandej në televizion edhe kudo për kërkuar bijën e vet. Natyrisht besoj që kjo çështje mund të hetohet me profesionalizëm nga prokuroria e posaçme duke hetuar të çështje si një grup i strukturuar kriminal i cili ka mundsuar, ka ndihmuar për të humbur gjurmët e mitura Bleona Mata. Kjo është një çështje që ne na shqetëson të gjithë si shoqëri, për cilën ne asnjëherë nuk kemi reaguar, pra duhet një reagim i madh publik, jo vetëm për të çështje, por edhe për çështje të tjera të cilat janë sensitive, të cilat kanë të bëjnë me të miturit, të cilat kanë të bëjnë me humbjet e jetës njerëzore. Kështu që besoj që nëna apo prindrit e Bleonës do të kenë ndjekur rrugën ligjore të inkallëzimit penal pranë prokurorisë posaçme në mënyrë që të hetojë gjithë dinamikën e kësaj ngjarje. Ne do të shikojmë se çfarë reagimi do të ketë edhe publikisht, sepse ka dalë nëna në rrugë mediatike me gjithë avokatin e saj ku ngre aludime të ndryshme, pra ajo aludon edhe tek njerëz të afërm të cilët mund të kenë ndihmuar, mund të kenë fshehur, mund të dinë diçka apo mund të ta kenë rrëmbyer Bleonën e mitur. Kësaj çështje i ngelet për t'i dhënë një përgjigje nga një organ i specializuar i cili do të zbardhi të situatë kaq të rëndë, një situatë e cila na ka trishtuar të gjithë neve. Bleona mund të jetë 21 vjeç, pra ka gati 15-16 vite që ajo ka humbur gjurmët dhe ka formuar personalitetin e vet, karakterin e vet, por natyrisht ndoshta nuk e di që prindrit e saj janë gjallë, prindrit biologjik janë gjallë, pra ka qenë një fëmijë shumë i mitur. Megjithatë, shpresojmë tek drejtësia, shpresojmë tek prokuroria e posaçme që të jetë i dritë mbi këtë çështje kaq të rëndë që ka shokuar gjithë opinionin publik, por në veçanti prindrit e të miturës Bleona Mata. Shpresojmë tek drejtësia dhe shpresojmë tek shpreha drejtësia vonon, por nuk haron. Edhe pse kanë kaluar 15 vite, jemi në vitin e 16, në maj bën 16 vite, ende nuk ka asnjë gjurmë. Në një emision i cili është zhvilluar në Report TV dhe emisioni Pa Gjurmë, nëna e Bleona Matës ka hedhur dyshime pas një telefonate apo një lloj kontaktimi nëpërmjet duket emailit që vajza ishte rrëmbyer nga një çift i cili ndodhej në një fshat, pra fshatin e quajtur Llakatunt të rrethit Vlorës, pra të bashkisë Vlorë, dhe për të shkak është bërë ditur nënës lidhur me emrin e çiftit i cili pretendohet se mundet ta ketë rrëmbyer. Nëna është shprehur që vjeri i saj ka pasur konflikte të mëparshme me bashortin apo kryefamiljarin e këtij çifti, për cilin ka bërë një denoncim edhe në polici përpara se të ndodhej ngjarja.
fotoja e cila është dërguar në emision kishte ngjashmëri të tipareve me të Bleonës, por nëna tha që duhet që të verifikohet nga organet e policisë, asaj nuk i dukej që mundet të ishte Bleona, megjithatë i takon organeve të policisë që të bëj hetimin. Dyshimet janë të forta, pra dyshimet vijnë edhe për shkak të marrëdhënies apo të gjithë situatës që bashorti apo ish bashorti, babai i Bleonës, ka reaguar gjatë këtyre viteve. Këto janë hipotezat cilat janë ngritur në emision, megjithatë duhet investiguar nga organet kompetente, të cilat të bëjnë të mundur të verifikojnë me detaje këtë ngjarje, sepse bëhet fjalë për një fëmijë të mitur, i cili mundet të jetë trafikuar për shkak shfrytëzimi dhe kjo është e rëndë për shoqërinë shqiptare, edhe pse ka kaluar kaq vite dhe nuk ka asnjë lloj reagimi. Ashtu sikurse e kemi shprehur edhe më parë, kjo çështje duhet të ndiqet nga prokuroria e posaçme, duke qenë se kemi të bëjmë me shumë persona të cilët mundet të kenë bashkëpunuar. Mund të jetë një organizatë kriminale e cila merret me trafikim të qenieve njerëzore, apo një bashkëpunim i cili është kryer mes njerëzve të njohur apo organeve ligjzbatuese të cilat kanë pasur për detyrë që të hetonin këtë çështje, edhe pse është bërë publike nga nëna e të miturës, asgjë nuk është bërë apo nuk është zbuluar deri në këto momente. Le të presim prokurorinë e posaçme apo institucione tjera ligjzbatuese në mënyrë që të zbardhet e vërteta. Kjo është një çështje e cila i shqetëson të gjithëve. Pra nuk është një çështje patjetër që familjarët janë ata të cilët e vuajnë më shumë, por na takon ne si shoqëri që të japim kontributin tonë dhe të ushtrojmë një presion pozitiv tek institucionet në mënyrë që ato të reagojnë. Pra, kemi të bëjmë me fëmijë, me familje, me qenie apo qytetarë pa mbrojtur të cilët kërkojnë mbrojtjen e shtetit. E kur nuk reagon shoqëria dhe institucionet në këto çështje kaq delikate dhe të rëndësishme, çfarë mund të bëhet me çështjet të cilat janë më pak të rëndësishme, por që janë të domosdoshme për të zgjidhur nga organet shtetërore. Prandaj kërkojmë nga organi i akuzës, nga prokuroria e posaçme që të nisë menjëherë hetimet lidhur me këtë çështje. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe ju uroj gjithë të mirat. Nga unë, avokat Alban Duraj. Ju përshëndes.